Marrëdhënia ime me Lirdonën ka qenë shumë e mirë, e lumtur. Larg qoftë me ushtru dhunë apo diçka tillë, dëshira e saj e madhe ishte që të bëhet non. Unë me Lirdonën jam fejuar në vitin 2010 me 21 prill dhe jemi martuar me 11 dhjetor 2011. Që i bjen kom pas 12 vite martesë me Lirdonën dhe si rezultati i asaj martese kemi 2 fëmijë dhe marrëdhëniet tona, marrëdhënia ime me Lirdonën ka qenë shumë e mirë, e lumtur. Lirdona është konë një grua mrekullueshme. Një nonë shumë e përkushtuar edhe një bashkëshorte e devotshme. Na kemi jetuar në Suedi, ku Lirdona pas 3 vite shqëndrim është bërë edhe në shtetas suedeze. Si pasojë e martesës tonë. 5 vitet e para me Lirdonën kanë qenë Lirdona, dëshira e saj e madhe ishte që të bëhet non. Dhe kishte probleme me ngel shtatzon dhe 5 vitet e para jom morë shumë me të nëpër spitale. Më në fund në 2017 ju realizu ëndra, u bo non, unë u bona bab, dhe me njëherë pas fëmisë së parë, pas 1 viti e gjys, dashte Zoti edhe fëmija dytë, dhe kemi jetu së bashku këtë kohën, nuk ka pas asnjëherë ndonjë ndarje apo diçka tillë. Çdo gjë ka qenë në rregull mes neve. Siç e ka thonë edhe dëshmitari Kanon Kokalla edhe vet Leonardi, kur e pyeta se a është anku ndonjëherë Lirdona për 13 vite te ju, Leonardi tregoi që jo, nuk është ankuar, dhe kjo është e vërteta, sepse nuk ka pas pse të ankohet, sepse asnjëherë në jetën time, larg qoftë me ushtru dhunë apo diçka tillë, ato gjëra nuk kanë ekzistuar në marrëdhënien tonë. Shënjestër.net